Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që synon të ashpërsojë rregullat për votimin me postë në të gjithë vendin. Vendimi u firmos në Washington dhe parashikon që administrata e tij të hartojë lista me qytetarë amerikanë të konfirmuar si votues të ligjshëm në çdo shtet. Sipas Trump, masa është e qartë dhe e sigurt, ndërsa ai e cilëson këtë hap si një arritje të rëndësishme. Presidenti u shpreh se nuk sheh arsye se si urdhri mund të kundërshtohet, megjithse pranoi se mund të përballet me sfida në gjykatë. Lëvizja ka sjellë reagime të menjëhershme, me grupe për të drejtat e votimit dhe përfaqësues të Partisë Demokratike që kanë paralajmëruar veprime ligjore kundër këtij vendimi. Çdo përpjekje për të ndryshuar sistemet zgjedhore që administrohen nga shtetet pritet të përballet me kundërshtime nga gjykata. Prej vitesh, Trump ka këmbgulur në pretendimin e tij se humbja në zgjedhjet e vitit 2020 ishte rezultat i manipulimeve të gjera me votat, duke kërkuar vazhdimisht shtrëngimin e rregullave për votimin me postë. Këto zhvillime vinë në prag të zgjedhjeve të ndërmjetme të nëntorit, ku republikanët synojnë të mbrojnë shumicën e tyre të ngushtë në Kongres. Megjithatë, kundërshtimi i tij ndaj votimit me postë nuk e ka penguar presidentin që të votojë vetë në këtë mënyrë në një proces zgjedhor të fundit në Florida. Ai deklaroi se e bëri këtë për shkak të angazhimeve të shumta si president. Më herët, Trump ka përdorur edhe masa të tjera ekzekutive për të udhëzuar agjencitë federale të ndihmojnë shtetet në verifikimin e shtetësisë së votuesve dhe ka kërkuar që të mos numërohen votat me postë që mbërrin pas ditës së zgjedhjeve, duke sfiduar procedurat zgjedhore që tradicionalisht përcaktohen nga vetë shtetet.